Me mua mos jep më lapë. Ander. Vëlla i madh ju fton të ndaheni në 3 grupe dhe të përballeni me një garë ku reflekset dhe koordinimi janë çelësi. Loja quhet vishu, vrapo, zhvishu dhe skuadra më e shpejt do shpallet fituese. Gara nis në dhomën e gjumit, ku 3 banorët e parë të secilit ekip duhet të veshin sa më shpejt pantallonat, bluzën, xhaketën, çizmet, dorashkat dhe kapelën që ndodhen aty. Pasi janë plotësisht të veshur, vrapojnë drejt pikës së dytë, Lori Kafe, ku i presin anëtarët e tjerë të skuadrës. Aty duhet të zhvishen me shpejtësi dhe t'ia kalojnë rrobat banorëve të dytë të skuadrës, të cilët duhet të përsërisin të njëjtin proces dhe të vazhdojnë drejt kuzhinës. Loja vazhdon me të njëjtën skemë në çdo pikë të caktuar. Grimi, storm dhe së fundmi living, ku banori i fundit i ekipit që vishet i sjell fitoren skuadrës së tij. Ndahuni në 3 grupe me 5 pjesëtar. Lideri do të kujdeset për mbarvajtjen e lojës. Loja nis me rënjën e gongut. Destinacionet. Do i ndaj unë ekipet. Ja një sekund, ta mbaroj dhe pastaj ju a shpjegoj. Destinacionet. Pika e parë është dhoma e gjumit ku do jetë nisja. Pika e dytë është Lori Kafe në obor, pika e tretë është kuzhina, pika e katërt është grimi, pika e pestë stormi dhe pika e gjashtë living, që është finishi. Tani, do ndajmë 3 grupe. Si? Lori Kafe. Dhoma e gjumit, Lori Kafe, ja se doja shpjegoj tani. Tani. Ja një sekond. Jo, do jeni kështu, ja një sekond. Do ndahen 3 grupe nga 5 pjesëtar që do i ndaj unë. Unë nuk do jemi përfshirë në lojë, do kujdesem. 5 pjesëtar do jetë në një vend. Po. Unë nuk do jemi përfshirë në lojë, do kujdesem vetëm për mbrojtjen e lojës dhe për ndarjen e grupeve. Tani secili nga pjesëtarët, i pari do jetë te dhoma e gjumit, i dyti do jetë Lori Kafe nga secili skuadër. Domethënë do jenë 3 atje nga secili grup në secilin vend. Kush vishet i pari fiton. Kush arrin tek pika e fundit nga secili grup, arrin tek pika e fundit i veshur me veshjen që jepet aty, fiton. Tani, gjëja tjetër është... Do me thënë veshja i pason nga njëri tek tjetri? Po, pason nga njëri tek tjetri. Tani, i pari, që është tek dhoma e gjumit, se janë 6 pika dhe keni 5 pjesëtar, i pari që është atje sa po të mbaroj kalimin e veshjeve, do shkoj direkt tek pika e fundit që është living, dhe do vi të presi këtu, derisa të vi veshja tjetër. Tani, në qoftë se doni t'jeni më rehat me ndonjë veshje tjetër, besoj që mundet. Po, mirë është se shikone, unë